Informacionet investigative zbulojnë se Klodian Braho, kandidati i kryeprokurorit Altin Dumani për drejtues të SPAK, ka lidhje kompromentuese me krimin. Në 2012 Braho udhëtoi me një trafikant droge të dënuar drejt Athinës dhe nuk e deklaroi këtë në formularët e dekriminalizimit. Po ashtu vëllai i bashkëshortes së tij është arrestuar për trafik ndërkombëtar droge, një fakt që Braho nuk e përmendi gjatë vettingut. Zgjedhja e tij do të dobësonte kredibilitetin e SPAK dhe do të rrezikonte besimin ndërkombëtar në reformën në drejtësi. Ekspertët dhe diplomatët perëndimor po vënë në pyetje nëse mund të bashkëpunojnë me një institucion ku kreu ka lidhje të errta me krimin. Altin Dumani mund të kërkojë të imponojë kandidatin e tij, por për perëndimin, emri i Brahos duket i papranueshëm. Federica Mogherini, ish përfaqësuese e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe rektore e Kolegjit të Europës, është arrestuar në Bruksel në kuadër të një hetimi të madh për mashtrim në prokurim, korrupsion dhe konflikte interesi. Bashkë me të është ndaluar edhe Stefano Sanino, ish sekretari i përgjithshëm i EEAS dhe aktualisht drejtori i Departamentit për Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Gjirin. Hetimi po drejtohet nga zyra e prokurorit publik, EPPO, pas një hetimi fillestar nga zyra evropiane kundër mashtrimit, OLAF, për keq përdorim fondesh midis viteve 2021 dhe 2022. Autoritetet po shqyrtojnë nëse Kolegji i Evropës dhe përfaqësuesit e tij kanë pasur qasje në informacionin konfidencial për një tender publik të Akademisë Diplomatike të BE-s. Hetimi është në vazhdim dhe ka detaje të tjera që priten nga EPPO, por arrestimi i Mogherinit ka kënaqur Kremlinin. Moska fërkon duart duke thënë se BE mbyll syt përpara korrupsionit të saj, ndërsa u jep leksione të tjerëve. Arrestimi i Federica Mogherinit solli përplasje mes palëve në seancën e sotme plenare që nisi një orë më përpara. Gjatë seancës, deputetja Ina Zhupa dhe deputetët Luan Baçi e Luciano Bocci ngritën shqetësime për korrupsionin dhe menaxhimin e kuvendit. Zhupa komentoi arrestimin e ish zëvendës presidentes së Komisionit Evropian Federica Mogherini, duke theksuar se rasti tregon pasojat e mungesës së standardeve evropiane dhe rrezikun e korrupsionit. Qeveria shqiptare ka zhdukur vendimin numër 1 datë 29/5/2013 të KKRT për ndërtimin e kampusit universitar që do të shërbente studentëve dhe pedagogëve shqiptar për të pasur kushte dinjitoze. Ju është duket dhe ja dhat Mogherinit për Kolegjin e Europës, i dhat godinat e qytetit studenti dhe ju kushtoi 17 milion euro taksa të qytetarëve. Kur të rinjtë e FRPD-s protestonin për kushtet e arsimit, i thonit që ishit kundra Europës. Në fakt ata ishin kundra korrupsionit dhe kundra modeleve Mogherini, tha Zhupa. Ndërkohë Luciano Bocci mbështeti shqetësimin e ngritur më herët nga deputetja Ina Zhupa, duke theksuar se çështja e arrestimit të një zyrtare të njohur në institucionet europiane si Federica Mogherini përbën një problem për qytetarët, ndërsa Baçi kritikoi mënyrën e menaxhimit të seancave, duke e cilësuar të turpshme dhe duke denoncuar se deputetët detyrohen të negociojnë minuta fjalë për të trajtuar shqetësimet e qytetarëve. Ai vuri në dukje se problemet kalojnë formalisht pa u kuptuar thelbi i tyre. Opozitarët e shfrytzuan arrestimin e Mogherinit për të intensifikuar sulmet ndaj qeverisë dhe duke ngritur pikpyetje për lidhjen e tyre. Gjykata kushtetuese ka shtyrë për ditën e njëjtë shqyrtimin e ankimimit të qeverisë për pezullimin nga detyrat të Belinda Ballukut si ministre dhe zëvendës kryeministre me vendimin e GKK-s. Mbledhja e gjyqtarëve do të zhvillohet më 4 dhjetor për të vendosur nëse kërkesa e qeverisë do të kalojë për shqyrtim në seancë plenare. Kolegji i kushtetueses pas analizës paraprake vendosi që çështja t'i kalojë mbledhjes së gjyqtarëve për të verifikuar papranueshmërinë e plotë të ankimit. Ky vendim e shtyn procesin dhe lë pezull fatin e zëvendës kryeministres, duke krijuar një situatë të pasigurt ligjore për ekzekutivin. Kryeministri Edi Rama reagoi pas vendimit për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku, duke e quajtur situatën një precedent të paprecedent në botë. Rama thekson se asnjë prokuror apo gjykatës, madje as i shkallës së parë, nuk ka pezulluar kurrë një antare qeverie në vendet demokratike. Ai thekson se mbështet reformën dhe pavarësinë e drejtësisë, por këtë herë ja kanë cënuar parimet kushtetuese dhe balancat mes pushteteve. Sipas Ramës, qëllimi i luftës kundër korrupsionit nuk justifikon përdorimin e mjeteve të gabuara, duke paralajmëruar se shkeljet e tilla mund të dëmtojnë më shumë se sa problemet që synojnë të zgjidhin. Seanca paraprake për dosjen Veliaj, ku të pandehur janë kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj, bashkëshortja e tij Ajola Xoxa dhe të tjerë, u shtyr për datën 5 dhjetor. Gjykata pranoi kërkesën e Veliajt për të njohur aktet e dosjes, të cilat ai thotë se i kanë mohuar deri më tani. Veliaj ka denoncuar se vendosja e tij në kafaz është trajtim degradues dhe në kundërshtim me KED1. Ai ka kërkuar dorëzimin e një kopje fizike të dosjes, duke argumentuar se USB-ja e dorëzuar nuk mund të përdoret në paraburgim, çka e pengon përgatitjen e mbrojtjes së tij. Kryebashkiaku ndodhet në paraburgim që prej shkurtit dhe akuzohet për pastrim parash, mos deklarim pasurie, korrupsion pasiv në 9 episode, shpërdorim detyre dhe futje të sendeve të ndaluara në qeli.
Komisioni i posaçëm parlamentar për reformën zgjedhore zhvilloi sot mbledhjen e parë, ku palët politike prezantuan qëndrimet e tyre për ndryshimet e mundshme në ligjin zgjedhor. Damian Gjiknuri nga PS theksoi se partia është e hapur ndaj propozimeve për depolitizimin e administratës dhe masa të ashpra për krimet zgjedhore, me synim rezultate konkrete brenda 2026-s. Nga ana tjetër, deputeti i PD Oerd Bylykbashi kritikoi ashpër administratën publike, duke e quajtur basen votash për partinë në pushtet dhe një rritje patronazhimi që ka pushtuar zgjedhjet, duke kërkuar një debat gjithëpërfshirës mbi të gjitha aspektet e procesit zgjedhor. Komisioni do të vazhdojë mbledhjet për hartimin e ndryshimeve ligjore, që synojnë zgjedhje më transparente dhe të paanshme. Kreu i grupit parlamentar të PS-s, Taulant Balla, deklaroi se Partia Socialiste nuk do të propozojë asnjë kandidat për avokatin e popullit dhe do të votojë një nga kandidatët e mbështetur nga opozita. Ai shtoi se po presin listën e plotë të kandidaturave dhe do të verifikojnë përmbushjen e kritereve përpara votimit. Balla theksoi se qëllimi është që kuvendi të zgjedhë një avokat populli nga opozita, i mbështetur gjithashtu edhe nga qeveria, duke respektuar traditën parlamentare të konsoliduar. Kryetari i PD Sali Berisha reagoi pas deklaratave të Taulant Ballës, duke thënë se PD ka disa kandidat për avokatin e popullit dhe njëri prej tyre është Besim Ndregjoni dhe duhet të votohet në parlament. Situata tregon tension mes palëve për këtë post të rëndësishëm, ndërkohë që kuvendi pritet të vendosë në ditët e ardhshme mbi emrin e tij. Kreu i ARSH Gentian Gjyli dhe drejtori i KESH Erald Elezi u paraqitën sot në SPAK, ku janë marrë të pandehur për tendrin e tunelit të Llogaras. Elezi kërkoi vetë të merret në pyetje nga prokurori Dritan Prençi, duke theksuar se nuk ishte thirrur më parë për sqarime. Të dy janë pjesë të njëjtës dosje, ku figuron edhe zëvendës kryeministre Belinda Balluku, e cila sot ju drejtua apelit për masat e sigurisë, ndërsa gjykata kushtetuese ende nuk ka vendosur mbi padinë e kryeministrit Rama, që pretendon se GKKO ka shkelur kushtetutën. Hetimi për tunelin e Llogaras po vazhdon, ndërsa zyrtarët e lartë të infrastrukturës dhe energjetikës janë në qendër të hetimeve të SPAK. Një analizë e Autoritetit të Mediave Audiovizuale për vitin 2022 tregon se në televizion 61% e punonjësve janë burra, ndërsa gratë përbëjnë 39%, por në grupin e gazetarëve televiziv, gratë dominojnë me 51%, duke treguar ekuilibër me gazetarinë e terrenit. Të dhënat u prezantuan në konferencën Mediat si katalizator për barazinë gjinore, ku ambasadori i BE-s Silvio Gonzato theksoi rëndësinë e diversitetit, rritjes së përfaqësimit të grave, pavarësisë dhe standardeve profesionale në media. Deputeti Ajorida Tabaku nënvizoi nevojën për luftimin e stereotipeve që pengojnë gratë të avancojnë në pozita udhëheqëse. Ekspertët theksuan se pavarësia e medias dhe informacioni i pacensuruar janë thelbësore për një shoqëri të informuar dhe një debat publik të shëndetshëm. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky njofton se plani origjinal amerikan për paqe është përpunuar në një plan me 20 pika pas bisedimeve në Gjenevë dhe Florida. Ai theksoi se disa çështje, përfshirë koncesione territoriale, përdorimet e aseteve ruse të ngrira dhe koalicionin e të vullnetshmëve, ende duhen sqaruar. Zelensky paralajmëroi se Ukraina kërkon garanci të sigurisë për popullin e saj dhe nuk pranon marrëveshje pas shpinës së vendit. Ai është i gatshëm të vazhdojë dialogun me të dërguarit e Donald Trump dhe të reagojë mbi rezultatet e takimit të tyre me Putin në Kremlin. Ky zhvillim shënon një nga momentet më sfiduese, por optimiste, për një fund të mundshëm të luftës në Ukrainë. Fermerët grek vazhdojnë protestat e tyre kundër politikës qeveritare në sektorin bujqësor, duke bllokuar rrugët kryesore, përfshirë aksin Janin-Athinë. Në Larisa blegtorët hodhën qumësht, grur dhe sanë në shenjë proteste, ndërsa bllokuan pika kufitare dhe kryqëzime të rëndësishme. Përveç bllokimeve rrugore, fermerët e Kretës paralajmërojnë se javën e ardhshme do të mbyllin edhe portet dhe aeroportet, duke sfiduar paralajmërimet e ministrit të mbrojtjes së qytetarëve për pasoja të mundshme. Protestat fokusohen tek çmimet e prodhuesit dhe kostot e prodhimit, ndërsa fermerët paralajmërojnë se bllokada do të alternojnë me hapje të përkohshme për të lehtësuar trafikun, por do të vazhdojnë deri në plotësimin e kërkesave të tyre. Presidenti i SBA-s Donald Trump do të marrë pjesë në shortin e Kupës së Botës FIFA 2026 të premten në qendrën Kennedy. Ngjarja do të jetë vetëm sportive, pasi Trump mund të marrë edhe çmimin e paqes të FIFA-s për herë të parë, duke rritur spekulimet për ndikimin e tij mbi qytetet amerikane pritëse dhe lidhjet me organizatorët. Trump ka marrëdhënie të ngushta me presidentin e FIFA-s Gianni Infantino dhe së bashku promovojnë pasaportën e FIFA-s për tifozët që aplikojnë për vizë amerikane. Ky bashkëpunim rrit dyshimet se ai mund ta përdorë ngjarjen për të forcuar ndikimin e tij politik dhe mediatik. Kupa e Botës 2026 shndërrohet kështu në një test për neutralitetin e futbollit, ndërsa sporti dhe politika ndërthuren me ndikime potenciale globale.